Njihemi tani më gjërësisht duke u ndalur edhe tek lajmi i parë, për të cilin kemi edhe detaje nga tereni, pasi po zhvillohet sot në GKO seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për biznesmenin Ergjys Agasi, një nga figurat kyçe të dosjes së Akshit. Për detaje të mëtejshme dhe që nga nisja e seancës, do të kemi kolegun Sokol Dema, i cili do të raportojë në këtë çast. Sokol, do përshëndes. Po, përshëndetje, në fakt seanca sa i përket rivlerësimit të masës së sigurisë për Ergjys Agasin ishte parashikuar të niste që mëngjesin e sotëm rreth orës 9:30, por mbrojtja kërkoi kohë për të lexuar aktet të cilat i morin në administrim nga ana e prokurorisë së posaçme, teksa gjykata vendosi që seanca të riniste në orën 12 dhe pikërisht kështu ndodhi. Por rreth orës 14:30 seanca është ndërprer për herë të dytë, pasi me sa duket, palët duhet të shikonin disa dokumente të tjera për të rikthyer vetëm pak çaste më parë pra në seancë dhe ka rinisur sërish. Tashmë pritet që në vijim pra të ketë një vendim sa i përket rivlerësimit të masës së sigurisë. Është avokati Max Haxhia i cili ka argumentuar të gjitha prepësimet e tij sa i përket kërkesës pra për të patur një masë më të butë sigurie, teksa prokuroria e posaçme e përfaqësuar nga prokurori Bledar Maksuti ka kërkuar pra që të vendoset masa e sigurisë arrest në burg. Gjithsesi, vendimi do të jetë në vijim nga gjyqtarja Rudina Palloi, e cila do të vendos nëse do të pranojë pra që të ketë rivlerësim të masës arrest në burg apo një masë më të butë ndikuar nga argumentet dhe diskutimet që janë bërë brenda seancës nga vetë mbrojtja e Ergjys Agasit dhe nga vetë ky i fundit. Kujtojmë që ajo është arrestuar 2 ditë më parë në një aksion të forcave operacionale dhe të shqiponjave në afërsi të zonës së Plepave në Durrës, teksa tashmë ishin kryer më shumë se 8 muaj pra që nga dhënia e masës së sigurisë me vendim të GKK-s. Ndërkohë, Sokol, një tjetër po themi situatë është regjistruar, nëse mund ta konsideroj të tillë, edhe nga ana e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore apo jo, për shkak dhe të arrestimit të bërë, teksa disa foto janë publikuar, që kanë qenë masat që janë marrë për policët. Po, në fakt, publikimi i disa materialeve filmike në ambientet e brendshme të drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, sidomos jo vetëm të Ergjys Agasit, por edhe të bashkëshoqëruesit të tij i cili u arrestua pra ditën e arrestimit, Julian Shpataraku. Publikimin e rrjetet sociale çoi në një verifikim paraprak të standardeve profesionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, çfarë solli edhe në pezullimin e 2 efektive të policisë së Shqiponjave. Nga ana tjetër ky është një hetim administrativ që kryhet brenda bluve, por një hetim penal i cili mund të marrë kthesa të ndryshme në vijim në varësi të hetimeve, po kryhet edhe nga ana e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ky e fundit hetimin e ka në detaje fillestare dhe patjetër në ditët në vijim mund të ketë edhe detaje konkrete pra të hetimeve dhe pse është akoma herët pra për të diskutuar. Me sa duket, publikimi i këtyre materialeve filmike fillimisht ka shqetësuar vetë policinë, por edhe AMP-n, e cila pra tenton që të gjejë të gjithë individët punonjës të policisë, të cilët kanë patur gisht të drejtë për nxjerrjen e tyre përmes rrjeteve sociale dhe më pas në media të ndryshme. Sokol, faleminderit për detajet e përcjella deri në këtë çast, ndërsa ne do të vijojmë me të tjera zhvillim.